Socialistët dhe demokratët kanë gjetur gjuhën e kompromisit për rregullat e punës së përbashkët në komisione e seancë plenare. Të dy palët kanë miratuar me konsensus 34 ndryshime në rregulloren e kuvendit, që prekin disa elementë të rëndësishëm, duke filluar nga procesi i negociatave me BE-n tek raportimi i institucioneve të pavarura. Negociatat zgjatën 4 ditë, të dy palët, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bën disa lëshime nga propozimet fillestare. Në lidhje me propozimin e socialistëve që institucionet e pavarura të mos raportojnë më në seancë plenare, por vetëm në komisione, është gjetur si formulë kompromisi që para parlamentit raportojnë vetëm ato institucione që kanë detyrim shprehimisht në kushtetutë. Sipas këtij kompromisi, drejtuesi i SPAK-ut nuk do të raportojë më në seancë plenare, por vetëm në komisionin e ligjeve dhe komisionin e mbikëqyrjes institucionale. Njësoj si SPAK janë një sër institucione që do të raportojnë vetëm në komisione. Ndërsa në seancë plenare do të raportojnë Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe ai i Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Avokati i Popullit. Në lidhje me procesin e negociatave për antarësimin në BE, demokratët kanë pranuar propozimin e socialistëve që ligjet e nevojshme për integrimin të kalojnë me procedurë të përshpejtuar vetëm kur ka një afat konkret nga Brukseli. Socialistët nga ana tjetër janë tërhequr nga propozimi i tyre që fjala e deputetëve të shkurtohet në 5 minuta, duke lënë kohën e fjalimeve 10 minuta siç është sot. Socialistët gjithashtu kanë pranuar propozimin e demokratëve që sekretariati i etikës të ketë barazi antarësh mes mazhorancës dhe opozitës. Por duke qenë se kjo është struktura që merr vendimin për përjashtimin e deputetëve, vota e sekretarit, i cili përket Partisë Socialiste, përcakton rezultatin që vendimarrja të mos bllokohet. Socialistët ndërkaq kanë refuzuar propozimin e demokratëve që të ndahet komisioni i jashtëm nga komisioni i integrimit dhe përfundimisht parlamenti do të ruajë ndarjen aktuale me 11 komisione të përhershme. Në lidhje me kompetencat e Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, ku debati ishte më i fortë mes vetë socialistëve, është vendosur që institucionet e pavarura raportimet vjetore t'i bëjnë tek Komisioni i Përgjegjës dhe tek Komisioni drejtuar nga Fatmir Xhafaj do të raportojnë për zbatimin e rezolutës. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit janë të detyrueshme pasi gjykata kushtetuese rrëzoi ndërhyrjen që socialistët bën në shtatorin e vitit kaluar dhe ngritjen e 11 komisioneve të përhershme. Gjykata i la 30 ditë kohë kuvendit miratojë ndryshimet, afat ky që përfundon sot.